Përndryshe qasja e lëvizjeve të vendosje ka qenë e njëjtë. Po, a jetë të dashtë funksionin që e kanë kry buxheti i shtetit, paret, punësimet, vana, edhe shantazhet, ose premtimet për pozita, po duket që i ka kry punë. Vesh një qka nuk duhet me arru, kushdo që i ka pas të drejt me votu këtu, që ka pas letër në të Kosovës, ka përfitu për këtyne subvencione pavarësisht a jeton në Parisat, a jeton në Berlin, a në Frankfurt, a ku jeton. Shka ka përfitu për shumë i kanë marë që ato ka 100 euro. Shka ka fitu diaspora. Tyne i kanë marë ka 100 euro. Po, edhe është okej mi marë. Në regu, s'pe më hajë, veç për ta kalzë impaktin. Po shka ka keq aty? Po shka ka keq për shumë me ju ndonë 100 euro personave të saktuar? Në funksion të zgjedhjeve. Mirëqenia e fëmijëve tonë duhet me undres në sistem. Me taksa. Na kemi folë me vite se nuk duhet me u ble vota. Se si nuk duhet me shku me një thes milë ati varfljakut, atje në lagje dhe me thonë që a thesin milët ama votër. Kë kretë që ka bo, nuk e ka që thesin me milë, po e ka qitë pare. A në dhe shumë mirë ka bo, se ka bo gjithmonë. Impaktin, jo, nuk o mirë me ble votë. Si resident që nuk blejet vota, është ndalume. është shumë e thjeshtë, se të kush ka menu, e kam rri rezultatin, është mirë. Që si ka të nevojshme thjesht ka mujtë mësmi marë. Jemi në kumparasi refuzojmë parë. Mirë, a ka vepru mirë Albin Kurti që ka rritë mbi 50%, apo ka vepru keq? Do doja që je 50, po 60% me i marë, për shkak të punëve të mira që i ka kry. E jo punë kërkon, edhe shpërndoj buxhet për me ble votë, 3 ditë para zgjedhjeve. Tu i fajsu qytetarë që ka Jo, e fajse Albin Kurtin, se qytetarë nuk ka faj. Albin Kurti geni në raport me tjertë. Nëse thu geni për me manipulu masa, pajtona me ty. Pa kem politikanë në Balkan që din mi manipulu masa si kur kë. Në regullim e këtë pjesë. Si mi manipulu, si mas me është për punë të mira. Një diçka është e mirë. E kemi një rezultat. E ka rezultatin Mitrovicëve? Duhet marë. A Mitrovica shprej saksisht, realisht, 100% dhe tëtë qëfar punë shka kry Albin Kurti në veriun e Kosovë. Me siguri ti e konë edhe i ke po edhe gjatë fushatës ekspeditat e Zotit Kurti në Mitrovicë. Buxhetin që është marë. Kontratat një bulimore. Ata tjerë të e ma men kryetarin e përndërës e ata kanë shku. Albin, po flasëm për Albin. Pari unë e mas teje, ndesh nesër, ndesh mas nesër. Na, a jem të folë për ata tjerë për Albinin. Albin shkoj, e ke po tjetër në paraprakisht, që dhe ke është një tel atë, dhe që atë tel nuk gudzojna me prejk. Albin e prejki. Angazhim të kompanive për me kry punë, për një kodë shkur, për me mrejtë që kërë zhashati ka prejk. Problemi atyre që kanë votu Albin Kurti në shka. Jo, problemi Albin Kurti që ka manipulu me ta. Që t'jemi pak realist, pra në kohë zgjedhjesh, thuaj se krejt eksponentët politike, krejt politike, kanë përdorur trika të ndryshëm që ja kanë ndihmuar në fushat. Unë kujtoj, nëse s'gaboj veç Abdullah Hoti s'ka përdorur. Ai e ka rëzu që gjykata kushtetuese edhe ka shku në zgjedhje që ka shku. Mirë po, ideja është se si ka mundësi pra që partit që janë në opozit të bie në numër, të humbin vota, sepse logjika të thotë që partit që janë në opozit në një pushtet të keq si që thoni ju Ashari, do të me fitu më shumë. Tash ku është problemi që është diçka një farë mismatch që i thejmë kështu diçka po mungon, që është një clash. Nëse unë kam kuptuar drejt, llogaritë dikon që rreth 100.000 votues rezident nuk kanë votu, nuk kanë marrë pjesë në votime. Një numër i tyne i